Te pjesa e embelzuesve artificiale dhe shumicës përbërësve të cilat tregojnë që janë pak kancerogen, sa mirë the pak kancerogen, gjithmonë ne si profesionistë vlen me përmend që në shumicën e rasteve doza bën helmin, por ne si profesionist në mënyrë që me mbrojt dhe me mbrojt masën, se nuk mundemi me menaxhu 9 bilion njerëz dhe nuk e dim a janë në Amerikë, a i pen 12 kanaqe Coca-Cola Zero në ditë, mandena i han një paqet qamçakëza e rrit mundësinë e që me thonë ingestimit të aspartamit në organizmin e vetën, ashtu është dikush si une që han një qamçakëzë në 2 ditë dhe doza aspartamit është shumë e vogël, te une ka gjas minimale me shkaktu kancer, krahasu me dikon tjetër, por kjo është gjithmonë sepse unë kam dëshirë dhe e kam të nevojshme gjithmonë në formatin çka bëj, me informu njerëzit sa ma sakt, në mënyrë që të dihet, dhe me thonë nuk mundemi veç me thonë thjesht se një clickbait, që kjo është shkakton kancerin, i kësajna me bo fear mongering që po përdoret si fjalë, ose me i shkaktu njerëzve frikë në mënyrë që me u frigu prej kësajna, e hongra një sen me aspartam u bu kiameti. Dhe me thonë, ideja është që njerëzit me pas idenë, që nuk është komplet i padamshëm si diçka tjetër, mirë po shumicën e rasteve doza bën helmin. Më veç pak diçka me shtu që thë. Trupi thamë është fenomenal, një organizëm fenomenal, do më thonë një proces që mundët gjithçka me kompenzu. 2 e ma shumë faktor, është një farë formule kështu që një rregull e pashkruar në mjekësi, 2 e ma shumë faktor, disa faktor duhen mu bo për mu shkaktu një smundje. Nuk mujna me thonë që një aspartam e bën këto, se një sheqer, ti po e more sheqerin u bo kjo. Sot e kena gjithë telefonin në dorë, telefoni sa është rezatus. Do më thonë këto pedim, mirë po nuk po na shkakton, nuk po na rrezaton gjithë dhe çfarë. Do më thonë doza është sa një rëndësishëm, edhe ajo friga këto mos e bën, ato mos e bën, ato mos ase krejt këto duhemi pas parasysh që në dozë edhe në moment pra ma shumë faktor të këtyre gjanave, sasia kësaj është ajo që ka me shkaktu një problem në të ardhmen nëse shkaktohet. Edhe ato nëse shkaktohet, se gjenetika është e mrekullueshme, din me bo mrekulli. Ka njerëz që 100 e kusur vjet po rrinë cigare ton ditën në dorë, mirë po kur gjë si gjenë. Sepse gjenetika ajo.